Të nderuar të pranishëm, ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatitë e Zotit qofshin mbi ju. Falenderojmë Allahun e madhruar, i cili na mundsoi të mbledhemi sot në këtë ditë të veçantë për inaugurimin e kësaj xhamie, e cila do të jetë vend adhurimi, dijeje dhe bashkimi për brezat që do vinë. Nuk ka fjalë më të bukura dhe më të vërteta se sa fjalët e Allahut në Kur'anin famlart. Me emrin e Allahut fillojmë çdo punë të mirë, prandaj edhe këtë tubim do ta nisim me leximin e disa ajeteve nga Kur'ani. Ftoj Hoxhën Lirim Bytyçi që të na zbukuroj këtë tubim me leximin e disa ajeteve nga Kur'ani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. Allah shpërbleft Hoxhën Lirim Bytyçi për leximin e bukur të Kuranit. Tani ftoj kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame të Suarekës, Efendi Haki Hoxhën, që të na mbajë fjalën e tij përshëndetëse. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit mëshiruesit të përgjithshëm mëshirëplotit. Falënderimet i takojnë Allahut të madhruar, Zotit të botrave. Atë e falenderojmë. Prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin ton, Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, paqja dhe mëshira e Allahut xhallashanehu qoftë edhe mbi ata besimtarë të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I nderuari Mufti i Republikës së Kosovës, Naim Efendi Tërnava me bashkëpunëtor. I nderuari kryetar i komunës së Suarekës, Bali Muharremaj me bashkëpunëtor. I nderuari Zotri Sadri Buzhala, donator kryesor i ndërtimit të kësaj xhamie. I nderuari dekan i Fakultetit të Studimeve Islame, Islam Hasani. I nderuari
përfaqësues i shoqatave të jetimave të Ballkanit Xhavit Krasniqi, të nderuar përfaqësues të institucioneve shtetërore dhe lokale, të nderuar përfaqësues të policisë së Kosovës dhe të organizatave të veteranëve të luftës së UÇK-s, të nderuar përfaqësues të këshillave të Bashkisë Islame, të cilët kanë qenë të ftuar edhe nga Prizreni Rahoveci, por prezente kemi kryetarin e Bashkisë Islame të Malishevës, Saad Efendi Paqarizi me bashkëpunëtor. Të nderuar përfaqësues të shoqatës së bizneseve në Suharek, të nderuar imam, koleg dhe mysafir, të dashur banor të fshatit Shirok dhe ju xhamat i nderuar. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira Allahu xhalleshanahu qoftë mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Kam nderin dhe kënaqësinë e veçantë që sot jemi para jush në këtë ditë të shënuar për të ndarë së bashku gëzimin e inaugurimit të xhamisë së Shirokës, një ëndër e ka hershme e besimtarëve të kësaj ane, e cila sot me ndihmën e Allahut të madhruar është bërë realitet. Çdo vepër e madhe fillon me një nijet të sinqertë. Edhe rrugtimi i ndërtimit të kësaj xhamie nisi me dëshiren dhe përkushtimin e besimtarëve të Shirokës për të pasur një shtëpi të Allahut, një vend ku do të adhurohet Krijuesi, do të mësohet fjala e Tij dhe do të edukohen brezat në frymën e vlerave islame, po edhe ato kombëtare. Ky rrugtim nuk ishte i lehtë. Ai u shoqërua me sfida, angazhime, sakrifica, por me ndihmën e Allahut të madhruar, me përkrajen e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, me mbështetjen e komunës së Suharekës, me bujarinë e donatorëve dhe me kontributin e shumë njerëzve vullnetmirë, kjo ëndër u bë realitet dhe sot qëndron para nesh. Kjo xhami është fryt i besimit, unitetit dhe solidaritetit. Çdo kontribut, qoftë i madh apo i vogël, është bërë pjesë e kësaj vepre të hajrit dhe me lejen e Allahut do të mbetet sadaka rriese për aq kohë sa në këtë xhami do të falit namazi, do të përmendet emri i Allahut dhe do të edukohen brezat që vinë. Sot me inaugurimin e kësaj xhamie nuk përfundon një projekt, përkundrazi, fillon një mision i ri. Misioni ynë është që kjo xhami të jetë gjithmonë e gjallë me xhamat, me namaz, me dije, me aktivitete fetare dhe me edukimin e brezave të rinj, duke u bërë qendër e bashkimit, harmonisë dhe vlerave për banorët e Shirokës dhe të gjithë banorëve të kësaj treve. Sa i përket vlerës dhe rëndësisë së xhamisë në Islam, Allahu i madhruar në Kur'an thot: për xhamit e Allahut kujdesen veç ata që besojnë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, e përkryjnë namazin, e japin zakatin dhe nuk i friksohen askujt tjetër veç Allahut. Ndërsa i dërguari Allahut na ka përgëzuar me këtë thënjet e tij: kush ndërton një xhami për hir të Allahut, Allahu do t'i ndërtojë atij një shtëpi në xhennet.
Këto fjalë të Allahut dhe të dërguarit të tij na mësojnë se ndërtimi i xhamive është një prej veprave më të çmuara, sepse xhamia nuk është vetëm një objekt ndërtimor, por është vendi ku takohet robi me krijuesin e tij, ku forcohet besimi, përhapet dija dhe edukohen brezat. Të nderuar, të pranishëm, xhamia gjithmonë ka pasur një rol të veçantë në jetën e muslimanëve. Ajo nuk ka qenë vetëm një vend ku kryhet namazi, por ka qenë dhe mbetet një qendër ku ndërtohet besimi, morali dhe bashkimi i komunitetit. Prandaj, kjo xhami e re në Shirok nuk duhet të shihet vetëm si një objekt i bukur arkitektonik, por si një amanet i gjallë, i cili do të përmbush misionin e tij vetëm atëherë kur të jetë e mbushur me xhamat, dije, edukim dhe vepra të mira. Në përfundim të këtij fjalimi, më lejoni të shpreh mirënjohjen dhe falënderimin tim të sinqert për të gjithë ata që në mënyra të ndryshme u bën pjesë e realizimit të këtij projekti madhor. Së pari falenderojmë Allahun e madhruar, i cili na mundsoi që sot të jemi dëshmitar të kësaj dite të bukur dhe të shohim të realizuar këtë vepër të hajrit. Respekt i veçantë i shprehim Muftiu të Republikës së Kosovës, Naim Efendi Tërnovës, i cili nuk kurseu dhe sot e kemi në mesin tonë, për mbështetjen, për kujdesen dhe bashkimin e vazhdueshëm me Këshillin e Bashkisë Islame në Suharek. Shpreh mirënjohje për kryetarin e komunës sonë, Zotri Bali Muharremaj, dhe institucionin e komunës për bashkëpunimin dhe mbështetjen e dhënë në realizimin e këtij projekti e veçanërisht për sigurimin e parcelës për ndërtimin e kësaj xhamie. Nuk mund të lëm pa përmend edhe kontributin e donatorit të kësaj xhamie, Zotri Sadri Buzhala, dhe donatorët tjerë të cilët na u bashkuan dhe mbështeten në këtë vepër madhështore, të cilët me bujarinë dhe përkushtimin e tyre lanë një gjurmë të përhershme në këtë vend. Allahu i shpërbleft për këtë vepër dhe i bëft sadak rrjese për ju. Sadri Sahid Buzhala, pasi mbi 40 vitësh pune në Zvicër, kontributin e tij vendosi që për hir të Allahut xhalleshanehu të jep kontributin e tij në këtë faltore të Allahut xhalleshanehu, ku dhar Zoti që Allahu t'ja pranon për vepër të mirë dhe të jetë sadak rrjese sa të ekziston bota me njerëz. Allahu e shpërbleft. Falenderojmë kryetarin Efendi Haki Hoxhën për fjalën e tij dhe për angazhimin e vazhdueshëm në shërbim të fesë dhe besimtarëve. Ftoj tani vëllezërit Allaj Beg që të na këndojnë disa ilahi dhe të na zbukurojnë edhe më shumë këtë tubim. I bukur qytetin me tradit fetare, shet xhamia në shostaj, kritur si sonkare, t'knaqet zemra kur dëgjon e zanin minare, mu e sinat kur këndoj në qajshin e madhe. Tekbiri e Allahu Akbar, reshtohen me saf të gjithë për njerë, gjithë shokra për krasa shumë ka shyret, bukur si namazi nuk ka ibadet. Tekbiri e Allahu Akbar, reshtohen me saf të gjithë për njerë, gjithë shokra për krasa shumë ka shyret,
veç për ty që ndojmë qiyam, Rahmanur Rahim, për ty ruku sejdën baj, Aliyun Azim, dhe këti shpresën gjithën baj, Khairul Ghafirin. Tekbiri Allahu Akbar, treshtuan në saf të gjithë për njëhet, gjithë shumë prapë për krasa shumë koshyret, bukur si namazi nuk ka ibadet. Tekbiri Allahu Akbar, treshtuan në saf të gjithë për njëhet, gjithë shumë prapë për krasa shumë koshyret, bukur si namazi nuk ka ibadet. Falenderojmë vëllezërit Allah i bek. Në mesin ton kemi dhe kryetarin e komunës së Suarekës, zotri Bali Muharremaj, të cilin e ftoj të mbaj një fjalë rasti. Urdhëro kryetar. Faleminderit shumë të nderuar pjesëmarrës, i ndërtuar Mjeftyri i Republikës Kosovës, zoti Naim Tërnova, me bashkëpunëtor, i ndëruar kryetar i Këshillit Bashkisë Islame në Suarek, Mollaki, du me përshëndet edhe ish kryetarin i Këshillit Bashkiak që këtemi shumë këtu prezent sot, kemi mbjamin Shehu. Është mirë mi falendru edhe ata që kanë punu ma herët edhe këta që e morën detyrën. Du falendru gjitha institucionet e Republikës Kosovës që janë të prezent, institucionet komunale, veteran të luftës, bashkëluftar, kryetar të bashkësive islame të komunave të tjera, shok, miq, po përshëndetja për mua e ma dhe shkon për donatorin Sadri Sali Bozhala që është sot prezent. Falenderoj shumë, Zoti Dash Bereqet Mashi. Duhet falendru edhe kryesinë e fshatit Shirok, i bashkëpunim shumë të mirë me Bashkinë Islame dhe me një kohë zgjatur arritëm me ardhë të përfundimi i kësaj xhamie. Sot është një ditë me rëndësi për komunën e Suarekës, sot është ditë e gjuma, është ditë e premte, po bëhet përrimi i xhamisë në fshatin Shirok. Roli i xhamisë është kanë në çdo periudhë, në çdo dekadë, në çdo shekull shumë i madh. Po foli një dekadë para luftës, ka pas një rol vendimtar në arsimimin e brezave të ri, në organizimin ose themelimin e institucioneve të Republikës Kosovës. Sot, ku ndërtojmë shkolla, rrugë, ambulanta, qerdhe, xhami, besoj që këto janë të gjitha në shërbim të qytetarëve të Republikës Kosovës, pa dallim po foli. Kjo shtëpi e Zotit që jemi sot këtu prezant, që u botë ngërimi, kam na shërbyje jo vetëm për lutje, për fe, po kam na shërbyje edhe për arsimimin e brezave të ri. Zoti ju ndihmoft të gjithë ata që kanë kontribuar, spaku një blok nëse kanë dhënë, një cigël nëse kanë dhënë këtë vend. Edhe po vjen mirë që një objekt që ka ndryshuar edhe pamjen e fshatit Shirok. Du me falendru edhe kryemjeftiu në Republikës Kosovës, Zoti Naim Tërnova, që prezant për një bashkëpunim shumë mirë, po njëjtë kemi pas një bashkëpunim shumë mirë edhe me ish kryetarin e Bashkisë Islame në Suarek, edhe me kryetarin e thashëm. Edhe nuk kem folë asnjëherë, po ne si institucion kem punu dhe kem ndihmu në shumë xhamia në Suarekës, po s'kem pas shef asnjëherë me marr edhe me ka flamurin me folë. Kem ndihmu në Dobredelan, kem ndihmu në Samadraq, kem ndihmu Leshan, edhe në jetë një pikë kyçe vazhdimi xhamisë të reje në fshatin Leshan. Zoti na ndihmov gjithë bashkë. Falenderoj shumë. Falenderojmë kryetarin zotri Bali Muharremaj për fjalën e tij dhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm me Këshillin e Bashkisë Islame në Suarek në të mirë të qytetarëve dhe të komunitetit tonë. Tani e ftoj donatorin kryesor të kësaj xhamie, zotri Sadri Bozhala. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderoj Allahun që më ka mundësu
me bën ndërtimin e kësaj xhamie, me përkrajën e familje, sime. Falenderoj edhe kryesinë e Bashkisë Islame të Suarekës, po ashtu edhe ata që kanë marrë pjesë në ndihmën e xhamisë. Allah i shpëlbej të gjithë ata. E përshëndes Muftin e Kosovës, zotin Naim Tërnava, me stafin e tij. Përshëndes kryetarin e komunës Suarekës, zoti Bali Muharremin. E përshëndes edhe të gjithë të tjerë që kanë marrë pjesë në hapjen e kësaj xhamie, zoti i shpëlbeft për hapjen e xhamisë tonë Shirok. Dhe dhash Zotit që kjo xhami sigurisht cek edhe me parafolset që të ka xhamat dhe të mirë mësim a ditë të ri për brezat e ashëm. Mos të gjati më shumë, i falenderoj të gjithë pjesëmarrësit. Allah i shpërblet të gjithë dhe ata mund kontribut që ka dhënë. Zotit të shpërblet Haxhi, faleminderit. Falenderojmë Haxhien për të gjithë ata që kanë kontribuar dhe i kanë ndihmuar me çfarë do formën, qoftë formë materiale, qoftë ndihma tjera. Gjithë i falenderojmë. Haxhia ndoshta ka pas sot pak emocione, por e ka treguar me vepra se me të vërtetë do këtë vend, e do me të vërtetë Zotin dhe besoj që do të lënë një hajrat të madh pas tij. E lu Zotin që ta shpërblej dhe t'ja pranoj këtë vepër dhe gjithë aty në tjerëve që ju kanë bashkangjitur. Zoti gjithëve i shpërbleft. Jemi të nderuar që në këtë ditë të veçantë e kemi në mesin tonë Muftiun e Republikës së Kosovës, Zotri Naim Efendi Tërnava, dhe me respekt të veçantë e ftojmë që ta mbaj fjalimin kryesor të këtij tubimi. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, mëshirëplotit. Nderuari dhe shumë i respektuari kryetari komunës Suarekës, zotri Bali Muharrem, nderuari kryetari Këshillit të Bashkisë Islame Efendi Hakiu, këtu në Suarek, nderuari dekan, nderuari përfaqësuesi i bizneseve këtu në Suarek, të nderuar veteran, të respektuar mërgjimtar, përfaqësues të këshillave të bashkive islame, ju vëllezër të pranishëm sot në këtë xhami. Gjithherë është kënaqësi kur unë gjendem para jush. Gjithherë është kënaqësi kur unë bisedoj me ju. Gjithherë është kënaqësi kur ju dëgjoj për hallet e dertë që keni. Mirë, po kënaqësia e veçantë është kur gjendemi bashkarisht edhe me rastin e hapjes së kësaj xhamie. Andaj në emrin e të gjithë atyre që i përmenda, dhe në emrin tuaj, dhe në emrin të Bashkisë Islame të Kosovës, të shëroj të falenderoj shumë donatorin kryesor, i cili ka bërë të mundshme që kjo xhami sot të përorohet në këtë vend të bekuar. I madhi Zot Gjeleshanu hu është ai i cili ka caktuar themelet e para të xhamisë së parë mbi tokë, të Qabes. Nuk ka qenë kompetencë e njeriut, por kompetencë e Zotit. Ai ka caktuar. Të gjitha themelet e tjera të xhamive anë këndrrullë toksor i kanë caktuar besimtarët sipas nevojave të veta që kanë pasur. Sa herë keni kaluar ju pranë këtij vendi, pranë këtij trolli, pranë këtij, dhe nuk ju ka shku mendja se i madhi Zot në pafillimsinë e tij e ka caktuar këtë vend që t'jetë vend ibadeti, t'jetë vend adhurimi, ku adhurohet vetëm i madhi Zot, krijues i kësaj ekzistence. Andaj për rëndësinë e xhamisë që fol, unë nuk do të flas këtë fjalën time këtu, do të flas kësmet hutbe. Sepse s'mund të them më shumë se që thanë këta para meje. Por megjithatë unë do të flas nga një nuancë tjetër. Fati i popullit tonë në të kaluarën të gjithë e dim që ka qenë i hidhur. Paq sa ka qenë i hidhur, ka qenë edhe krenar. Përkundër të gjithë atyre sfidave që kemi pasur, ne kemi arritur të ruajmë identitetin tonë kombëtar, të ruajmë edhe identitetin tonë fetar,
ta ruajmë vëllazërinë dhe unitetin mes kombit ton, brenda trojve tonë etnike shqiptare. Ne xhamit I kishim edhe më herët, po edhe para luftës së fundit në Kosovë. Mua më kujtohet, po edhe ju kujtohet mirë. Po ditën e Bajramit asnjë nuk shkum më falë në to. Pse nuk shkum? Për çka shkuam atë? Ku është arsyeja? Sepse ishim të okupuar dhe okupatori klasik I Kosovës, serbët, ishin gjithandej që e pamundsuan faljen e namazit për xhami. Çka do të thotë kjo? Do të thotë që liria lehtëson dhe sjell mundësinë që të adhurohet I madhi Zot më lehtë, më mirë, pa frikë, me kurajo, me bindje, me përkushtim, me devotshmëri e solidaritet të madh. Andaj fal të gjithë atyre bijve e bijave tanë, të cilët dhanë jetën për shtirimin e Kosovës brenda ushtrisë shërimtare të Kosovës, mirë po të gjithë ata të cilët kontribuan në këtë segment, I madhi Zot Xheleshanu t'i shpërblej me të mirat e tij në këtë dhe në botën tjetër. E lutem Allahun Xheleshanu që ata me mëshirën e tij t'i fus në Xhenetul Firdaus, sepse u flijuan për këtë vend, u flijuan për ne, që neve sot të jemi këtu ku jemi, që neve sot të ndërtojmë xhami, të ndërtojmë rrugë, shkolla, spitale, ambulanca, infrastrukturë të tërësishme për nevojat tona të përditshme që jetojmë këtë në qiell. Vëllezër të pranishëm, duhet ta dini një gjë, dhe ju e dini. Aq sa ka vlerë ndërtimi I xhamisë, aq duhet I përkushtohemi dhe ndërtimit të infrastrukturës në vendin ku jetojmë. Të ndërtojmë shkolla kur e lyp nevoja, të ndërtojmë qerë dhe fëmish, të ndërtojmë rrugë, kanalizime, çfarë do që ka nevojë qyteti, vendbanimi, fshati, kudo që jeton, ajo është pjesë e jona dhe ne duhet të kontribuojmë aty. Nëse kontribuojmë vetëm xhami dhe tjera të lëmë anash, atëherë kemi lënë anash qëllimin pse jemi në këtë jetë. Shikoni I madhi Zot Xheleshanu ka krijuar gjithë çfarë ka në këtë gjësi. Mirë po e krijoi vetëm një krijesë që e bëri më këmbës mbi sipërfaqen e tokës. E krijoi njeriu. Sepse ati I fali virtyte, cilësi e veçori që nuk ju fali krijesave tjera. Njeriu I fali mundësinë e mendimit, perceptimit, paragjykimit, paraveturimit, logjikën e të gjitha këto. Andaj edhe ja besoi udhëheqjen apo mëkëmsinë mbi sipërfaqen e tokës. E thash, fal kësaj njeriu pranon besimin në Zot, por ja ka dhënë mundësinë që të mos e pranoj, të shkojë në ka nuk duhet. Xhamia sigurisht që është një vend që shëndrit dritë, shëndrit vëllazëri, mëson njerëzit me qenë human, mëson njerëzit me qenë solidar, mëson njerëzit me qenë afër njëri tjetrit. Dua t'ju përmend vetëm një rast. Vetëm vitin që shkoj, vitin 2025, shoqata humanitare e Bashkisë Islame Bereqeti, me ndihmat që keni ofruar ju xhamatlit të nderuar këtu brenda në Kosovë, mirë po edhe mërgata jonë, por edhe disa vëllezër tanë nga bizneset tona, edhe disa shtete mike, njerëzit në nevojë vetëm vitin që shkoj, kemi ndihmuar me 13 milionë euro. 13 milionë euro kemi pas dalje vitin që shkoj. Çka do thot kjo? Do thot se ky popull e ka zemrën e madhe. Ky popull është bujar, ky popull është solidar. Ky popull meriton të ketë jetë edhe më të mirë. Ky popull meriton më të vërtet çdo dabda që duhet meritoj një këmbë. Ju ndërtuam edhe njerëzve në nevojë mbi 365 shtëpi kemi ndërtuar si Bashkia Islame. Kjo flet jo vetëm vitin që shkoj, përgjithsisht mas luftës deri tash. Bereqeti është bë një shoqat, një prej shoqatave më të mëdha në Ballkan. Dhe fal kujt? Fal donacionit të xhamatlive tonë, të bizneseve tona. Andaj dua t'ju them të gjithëve se të gjithë janë tanët.
nuk kemi ne luksin ta përjashtojmë asnjë. Janë vëllezër e motra ta. E shohim se mjaft tepër shumë janë të kurrë trojet tona. Nuk gëzojmë të lëmë që të kurrën edhe më. Duhet të përkujdesemi për trojet tona. Duhet të përkujdesemi për vendet tona. Duhet të përkujdesemi për fenë tonë. Duhet të përkujdesemi për shqiptarinë tonë. Ne jemi shqiptarë besimit islam, shqiptarë besimit katolik, shqiptarë besimit ortodoks. Ku do që jetoj, ne jemi vëllezër, në gjak. Vim nga një trung. Dhe këtë duhet ta kemi gjithë në mendje. Po i shihni disa fallanga dhe të cilët janë zgjuar disa bijtë të ish komunistëve, të cilët dëshirojnë të bëjnë keq këtij kombi. Dhe kanë filluar që këtë ta bëjnë përmes fesë. Por jo. Ju kemi bërë me dije se jo. Xhamia nuk do të lejon. Xhamati nuk do të lejon. Nuk është feja dhe shqiptaria me fyje me shah. Ajo është likështi. Ajo është poshtërsi. Ata e burravec nuk kanë asgjë të bëjnë me traditën, me shqiptarinë, nuk kanë asgjë të bëjnë me vllazërinë, që e ka ruajtur këtë këmbë dhe i ka ruajtur troje, përkundër vujtjeve tepër të mëdha të cilat i kemi pasur në të kaluarën tonë dekada e shekuj me radhë. Bashkësia Islame e Kosovës do të qëndrojë aty ku qëndron populli, ashtu si qëndroi edhe gjatë luftës. Të nderuar të pranishëm, nuk kemi folë në Bashkësia Islame që 27 vjet pas luftës, shumë pak kemi folë për kontributin tonë. Sepse kemi bërë për Zotin para të dheun. Mirë po aq është duke u fyer feja në Kosovë, pe disa matrapazëve sa që edhe neve po na detyrojnë të flasim. Unë që ka them vetëm me argument flas. Jo thashe thënat rrugëve, si që bëjnë ata. Dua t'ju them se pre 440 xhamive që ka pas Kosova, 230 imam janë veteran të luftës. Janë veteran të luftës. Kjo flet vetë. Dhe kemi 37 imam shahid. Kjo flet vetë. Unë personalisht kam qenë kryetari i emergjencës i Bashkisë Islame të Kosovës dhe kam qenë antar i kryesisë të KRN-s nivel republikan për ndihmë UÇK-s, logjistike dhe ndihmë popullatës që ishin nevojë gjatë luftës. Vetëm në emër të Bashkisë Islame, parat që i ka dhënë xhamati jon, unë i kam shpërndarë për UÇK-n 6 milionë e gjys atëherë marka gjermane. Kjo është e vërtetë me argumente të bollshme. Shpejti do t'i keni të votuar edhe në libër, me dokumentet gjitha. E këta farë komunistët tonë, disa flasin e trumbetojnë gënjeshtat të paqana. Shkoni, me këtë rast është ndërtu kjo xhami. Po, kush e barit mundshme? Falë Zotit gjithherë, e bërit mundshme kryetari i komunës me kolegët e tij në komunë, i cili e dhuroi tokën. Nuk ka se vap vetëm ai i cili e ndërton, ka se vap edhe ai që e fal tokën, ka se vap ai që financon normal, mas shumë ti ka se vap. Ka se vap edhe ai nëse e punë vullnetare, Zoti Xheleshanu do ta beqatoj. Po ka brëm se vap si mas feson edhe nëse ka përcen që saj do i pëlqen objekti, veç e këqyr me sy dhe knaqet ka se vap të Zoti Xheleshanu. Kjo është feja jonë. Feja jonë është ajo e cila i përmbush njeriut nevojën individuale pavarësisht ku gjendet. A gjendet në shtëpi, a në dyqan, a në rrugë, a në aeroplan, a në mërgat, a ku të qoftë. I përmbush nevojën familjare. I përmbush nevojën shoqërore. Ama ta njohim fen. Ta dim fen. Mos gjykojmë pa ditur. Është një vërtetë e madhe, ndëruar të pranishëm, që disa, jo shumë, pak imam, edhe ata nuk janë rrugë të Zotit sa duhet. Nuk gjykohet feja pa ditë. Nuk gjykohet edhe qoftë imam.
nuk gjykohet feja pa lexu, pa u arsimu, pa ditë me spjegu. Është fjalë e Zotit. Jo rastësisht Zoti Xheleshanu thot, sikur deti të jetë në gjyrë lapsi, po sikur detrat, uji tërësisht në botë të jetë në gjyrë lapsi, po të shtohen edhe shumë herë, nuk do t'ja dalin t'ja jepin kuptimin që përmban Kurani. Sepse Kurani nuk është fjalë ime, as e jotja. Është fjalë e Zotit. Është fjalë hyjnore. Andaj me pak dije nuk jepet drejt çdo kujt të komentoj Kur'anin. Apo fjalën e Muhamedit alayhis salam. Ja, asesi. E keni parë mjeku gjys ta myt fëmin, edhe ty e mu, nëse s'është i përgatit. Arsimtari gjys ta merr qaf fëmin, hoxha gjys ta merr qaf dinin. Ne duhet jemi edhe vetë kritik, dhe ta shohim vetën se ku jemi. Ne po mundohemi, elhamdulillah, pe Zotit, që kemi arrit. Ju them, para 20 vjetësh kemi pas 12% të imamëve me fakultet, në për xhami. Sot kemi 92%. Kemi pasur një doktor shkencësh. Sot kemi 85 doktor të fesë. Sot kemi 85 doktor të fesë në Kosovë. Mi këta të shkojnë për xhami imam, domethënë po e sheni le të shpërndahen imam pa problem. Dhe kjo flet vetvetiju se çfarë është arritur dhe ku kemi arritur. Ama para juve dëshiroj të falenderoj edhe një herë, para se të përfundoj fjalën time. Nuk e di si e ka ky dhe kur e ke me thonë stop. Jo, na më vazhdu dhe në këshomë, në vazhdoj, po fjala kur po më dhuti. Unë e dëshiroj shumë të i falenderoj komunat e Kosovës, anëkënd Kosovës, të cilat e ka një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë me këshillat e Bashkive Islame dhe Bashkinë Islame nivel qendror. Dhe falë tyre kemi arritur që të ndërtojmë edhe shtëpia të Zotit në për vende të ndryshme aty ku ka nevojë. Po thojnë edhe po shkruajnë, na internalla po ndërton veç xhamia. Ja Allah, kjo është e pavërtet. Nëse thoni na internalla, fjala Bashkia se ne kemi ndërtuar 42 shkolla. 42 shkolla kemi qenë implementues. Kemi ndërtuar me 10 ambulanca për nevojët përgjithshme. Kemi ndërtuar 10 vende për fëmijë me metat më të kufizuara, si quhet ajo. Pra, që ata që janë të goditur edhe me sindromin Down edhe me si është ai tjetri, autizëm. Anëkënd, kemi ndërtuar qerë dhe fëmijësh. Një ditë po më pyet njëri, po, çka keni bëhu Gjefeniu, për shembull në Prishtinë? Thash po bre, po tregoj. Shkollën më të mirë në Prishtinë, Dardanie kemi ndërtuar ne, Xhamal Mustafa. Shkollën tjetër fillore kemi ndërtuar ne në Emsher. Qellën e fëmijëve të fakultetit teknik kemi ndërtuar ne. Apo do ende sa dush t'japim. Se kemi bërë. Të mos flasim për shtëpia e shumë gjana tjera. Kjo është Bashkia Islame juaja. Që ju duhet ta mbroni edhe më, që ju duhet kontriboni për te. Sepse ne do të qëndrojmë ashtu siç kemi qëndruar. Vllazën pranishëm, ju ftoj të gjithëve ta ruajmë unitetin, të mos mashtrohemi prej portaleve për njerëzve cilët janë të shitur. Mos mashtrohemi. Për gënjeshtrave që mund të lexojmë për çdo ditë, edhe për fe, edhe për atë dhe, edhe për personalitetet ndryshme në Kosovë, shpifje. Jo, el fitnatu ashaddu min al qatl, thot Allahu. Fitja është më e rëndë se mbytja. Fitja është më e rëndë se mbytja. Në fitnë mund të vrasë një njeri, 2, një mahal, një shtetë e mërë në qafë. E më shumë. Parta dhe pejgamberi a.s. në mëson kështu. Unë duke lutër Zotin Xheleshan në hu që Zotri Buzhales t'i shtoj edhe me pasurin dhe gjitha tyre të zitë kanë kontribu për këtë xhami,
që vëllezërit tanë që na kanë ardhur nga Mërgata, motrat tona të kënaqen këto ditë në për familjet e tyre, se ka kalu koha edhe dje thash takim me mërgjimtarët. Ka kalu koha ma ti shikoj mërgjimtarët vetëm si monedhë, vetëm si pare. Tash duhet t'i shikojmë këta edhe si dije, edhe si koncept, edhe si dëru që duhet shfrytzuar për të mirën e vendit tonë. Sepse shumë vëllezër e motra tanë janë shkolluar jashtë, kanë arritur arsimim të lartë, të cilët mund t'i shërbejnë vendeve tyre etnike, si në Kosovë, Maqedoni, në Lugin, në Maltëzi, në Shqipëri, gjitha vendet ku jeton kombi ynë. Por jemi shpërndana vërbote, e lutë Allahun xhaleshanu që na falë shëndet dhe mirëqenie të përgjithshme të gjithë neve. Ju falenderit, wassalamu alaikum. Këtu po e përmbyllim programin, Zoti gjithë dhe ju shpërbleft, ju nderoj dhe gjithë ata që kanë kontribuar në çfarëdo mënyre, Zoti